Ka qenë bindja ime se lista sërbe nuk është dashur fare të certifikohet. Këtë gjë ka kërkuar edhe subjekti politik që unë udhëheq në KQZ. Mirë po, ju e dini që ne i kemi aty vetëm 2 antarë prej 11. Ndonë se i kemi pasur 50.3% të votave në zgjedhjet e shkurtë të vitit 2021. Pra nuk e kemi as 20% të antarëve, ndërkohë që i kemi më shumë se 50% votave. Ky është një nënpërfaqësim diskriminues që i është bërë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërkuar që të mos certifikohet lista sërbe. Nuk ka pas mirë kuptim nga PDK, LDK edhe AK. Thjesht ato e kanë pamundsuar korumin ku do të vendosej për një gjë të tillë. Sot nuk do t'i kishim këto probleme. Pikërisht tash ka qenë koha që ta marrë mësimi lista sërbe duke mos e leju certifikimin e saj. Mirë po u bë certifikimi, sepse i shihni çfarë 3 partish opozitare i kemi fatkeqësisht. As për këtë gjë nuk kanë mundur që të mbajnë qendrim parimor. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen, padyshim që ministri Rashić është ministër shembull i qeverisë tonë,